U ljudha shumë, edhe u nolla me poshu, thash Agim shko me redikan, thash se nuk po moj me ecma. Më ka morë Agim Qela, më ka qitë në shpinë. Edhe kena rrugtue, me thonë janë 1 kilometër edhe ju më ljudhën. U ljudha shumë, edhe u nolla me poshu, thash Agim shko me redikan, thash se nuk po moj me ecma. Thash shko gjojnë një trakter e thirrja ta shukt, edhe thash u ljudha shumë rrugë e etja. Edhe thash që të maj cigaret e lezi shtu. E lezën e cigaret, po ma bën Agim Qela, tha, Avdi Droga, tha, dikur më ke thonë, tha që nuk ka plumi shkallë që ma ljarë. Tha, mos u lek. Unë u ljudha shumë edhe e pojti gjakderën e mu dhe desh i këmishën, a i veç këmishën e ka pos vesh, shukën al deshën, a i nuk u kuj madh me trup, u kuj vogël, i nhalë shumë, student pe fakultetore, dhe unë im kuj plot, i kum pos 120 kg atër. Ai, kur më qitë kemë unë shpinë, kom të minja më shkeshë zhakë. Edhe eza i cigore edhe se u ljudha shumë. Thash shka Agim, thash edhe ljem qëto. Tha ke thonë s'ma le plumi shkot, edhe ju midhnu me shatë fjollë që më ka thonë ju quku mes edhe 1 kilometër. Që ma ka thonë, ju ma vyt nga atë, ju më nëllë, po shku Agimi, e ka morë një trakter, e nërë më kanë morë, më kanë qu në shpetë Smajl Drogës. Hysninja edhe besniku ka najtë këtu. Edhe jenore dhe djemë tjerë më një mungu, edhe jenore Shkodra e Konjove. Këtë jenore atë, u konë Femi Konjuhi, një student i juridikit, e kësh pa kry një kurs, sa u ko student në Prishtinë, e kësh pa kry në atë kryshin e kurs në Antareza, për me lidhë plakët. Se unë e kisha gjakderën e modhe, edhe është falë zëtit edhe Femi Konjuhit, që ka ditë për ma lidhë plagën mu, unë e së djetaj e falë ndërë shumë.